Pas zbulimit të manipulimeve gjatë numërimit të votave në zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur të nisë rinumërimin total të votave. Procesi pritet të zgjasë 12 deri në 14 ditë dhe sipas llogaritjes mund të përfundojë mes datave 1 dhe 3 shkurt. Pasi të përfundojë rinumërimi, KQZ-ja duhet të presë parafatet ligjore të ankesave. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, ankesat në panelin zgjedhor për ankesat dhe parashtresat mund të dorëzohen brenda 48 orësh nga supozimi i shkeljes. PZAP-ja ka 72 orë për të nxjerrë vendimin, i cili brenda 48 orëve mund të kontestohet në Gjykatën Supreme. E njëjta duhet të marrë vendimin brenda 3 ditësh. Ky proces mund të zgjasë deri në 10 ditë. Pas kësaj faze, KQZ-ja mund të shpallë rezultatet e zgjedhjeve, ndërsa partitë kanë edhe 10 ditë kohë për të paraqitur ankesat në PZAP dhe Gjykatën Supreme. Duke marrë parasysh këto afate, certifikimi përfundimtar i rezultateve mund të bëhet mes datave 21 dhe 23 shkurt, ndërsa në varësi të vendimeve për ankesa, ky proces mund të shtyhet deri në fillim të marsit. Ky afat i lën kohë partive politike për të formuar institucionet e reja, duke nisur nga konstituimi i kuvendit, formimi i qeverisë dhe zgjedhja e presidentit. Sipas ligjit, këto procese duhet të përfundojnë deri në 5 mars, përndryshe vendi mund të shkojë sërish në zgjedhje të parakohshme.